a do të ketë qeveri, unë jam i prirur në bazë të veprimeve publike që shoh deri tash, të jem skeptik se mund të ketë qeveri, se do të votohet Albin Kurti si kryeministër, por kjo skenë politike, siç ka dëshmuar që din të krijoj befasi në orët e vona në çastet e fundit, nuk e përjashtoj as këtë mundësi duke marrë në fond edhe këto zhvillime paradoksale politike që po ndodhin. Hamza si lider, prandaj po them, zgjedhja e tij në të hënën mbetën 12 ditë ka solli për të provuar një orvatje, një shansi, nëse po them shansi ashtu, mundësisë që mund të krijohet që vendit mos kollapsoj pikpamje buxhetore. Këta e sollën kollapsin, nuk e sollëm ne. Çështja është që Partia Demokratike e prodhuan Kosovës vetë rrezikun, duhet të luftoj, Partia Demokratike e Kosovës duhet të luftoj, ta bindë opinionin që përgjegjësi kryesor për këtë që ka ndodhur, ta fitoj besimin e opinionit që përgjegjësi kryesor për këtë situatë akute që është krijuar është Albin Kurti, dhe jo do thot ti nënshtrohet asaj skeme që ne nuk jemi fajtor dhe nuk jemi bllokuar siç po na definon Kurti. Kjo është betejë politike. Nëse shkon sipas kësaj skeme, ajo është brenda inercionit të paracaktuar nga Albin Kurti. Po pati kalkulime pas të hënës deri të mërkurën, vendi edhe mund të ketë një qeveri afashkurt të përkohshme me mandat të mandatin e ka 4 vjeçar, por me marrëveshje politike dhe mund të bëhet me mandat të përkohshëm. Duke njohur habitatin politik mendsin, nuk e përjashtoj. Jo, nuk e përjashtoj, larg asaj, nuk e përjashtoj. Konjunca të ketë vot, që të bëhet kryeministër për herë parë. Nuk e përjashtoj këtë skenar, nuk e përjashtoj. Bedri Hamza unë besoj se tash sipas gjitha gjasave po shihet që do të jetë drejtuesi i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë besoj që veprimin dhe orientimin e këtij subjekti politik duhet ta orientojë jo vetëm terma financiar. Jo vetëm ta shoh sipas optikës financiare problemet politike të Kosovës. Sepse politika është sferë pak më komplekse. Dhe tash ne të gjithë në studio një farë mënyre jemi zbashku edhe në për studio televizive, vazhdimisht kemi tentuar të argumentojmë që përgjegjësi kryesor për blokadën politike në vend është Albin Kurti. Dhe me këtë veprim, nëse ndodh, me këtë veprim, vetë ky subjekt politik i cili duhet këtë qenë kundërta, që ne t'ju bëjmë thirrje për kompromis politike, ky subjekt politik na bind se ajo është përgjegjësi kryesor për blokadën dhe duhet të diskreditohet strategjia e tij e zvarritjes së vazhdueshme për formimin e institucioneve, me këtë veprim politik justifikohet, do thot, blokada politike e Albin Kurtit dhe strategjia e tij për ta zvarrit sa më shumë që të jetë e mundur krijimin e institucioneve për ta pruar këtë situatë ku presioni është shumë akut. A është mundshme një marrëveshje ta për buxhet para se konjunca, nëse buxheti është arsye si të bëhet për ato. Buxheti është tema, po. Për ato pak muaj ka solli. Nëse ka mbetur në mënyrë që PDK t'ia votat është shprehur jo pak i gatshëm për një exit strategji dhe zoti Abdi Xhiku duke ju referuar një propozimi edhe të që dha presidentja kur i takoi. Kemi 2 ekonomistë në kush është përgjegjësi kryesor? Kush është përgjegjësi kryesor? DDK-s edhe nesër mbas PDK-s. Dëgjoj, kush është përgjegjësi kryesor për blokadën politike në vend? Kjo është pyetja themelore që tash duhet të shtruhet para se të vim te buxheti. Ata është Albin Kurti, por ne po dëshirojmë të dëshmojmë që ne nuk jemi bllokuar siç na cilëson Albin Kurti. Po kjo që sharakën kuptimin politik. Unë ju uroj suksese nga këto edhe nuk duhem të zgjatem më shumë me këtë temë, mirë, po kjo është delegitimimi i kauzave të tyre politike dhe ishin kauzat. Po nuk ishin kauza, që kjo është çati është problemi, po se u shpreha edhe kjo. Domethënë kjo është relegitimim i strategjisë dhe taktikave që kanë ndjekur prej certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve deri më tani Albin Kurti për ta mbajtur vendin peng, për ta mbajtur bllokuar për mos krijim të institucioneve që më ardhnë as situatë që PDK-ja dhe LDK-ja nëse ndodh kjo të kenë justifikim para opinionit të tyre se po e bëjnë këtë për hir të këtij qëllimi më madhor. Kjo është në sens logjik dhe në terma normal politik, nuk mund të shpjegohet, por është veprimi i tyre, përgjegjësia e tyre dhe ju uroj sukses.